10 antarë të familjes Aslani në qytetin e Peshkopis jetojnë në një banesë me vetëm 2 dhoma, ndonë se janë 3 kurorë, ata nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të gjithë antarët e familjes. E zonja e shtëpisë Liliana Aslani thotë se njëri nga djemtë ka zënë dhomën e gjumit, ndërsa djali tjetër me bashkëshortën e tij flenë në të njëjtën dhomë ku flen edhe ajo. Të paturit vetëm një dhomë gjumi ka futur në sherrnuset që, siç thot Liliana, përfundojnë disa herë në polici. Edhe kryefamiljari Kuleman Aslani thotë se ka të pamundur që aty të jetojnë në 3 kurorë në një banesë me 2 dhoma. Ai vetë ka probleme të shumta shëndetësore dhe nuk mund të punojë. 3 kunor jemi këtu, jemi të uzone të captu në për policia kemi met. Në për policia, se jemi ngusht, nusja pleke kont. Ai thot dilte për shtëpi pse të dalon për shtëpi, e ne ke isharat në estra bashkia, çunin e madh. Se s'kemi lekë gjë s'kemi. Në përnome kemi met. To punoj 10.000 lekë ha buk, myk krejt shtëpia, lakshtina madhe, lek s'kemi, borxh jemi në fyt. Po zihen nuset se jo duhun dhamën, jo dilte për shtëpi, jo triun. S'kam çfarë të bëj. Jetën 3 kunor me i dhomën një kuzhinë. 6 ditë që jetëm në këtu. Të ishte nuset, njëna ka 1 fëmijë, ai tita ka 3 fëmijë, ajo qërti thamune. Ku ta qoj unë në tonë, ku ta qoj? Nusja e vogël më flenë ke kam të mija me gjithë burë, ke kam të mija të vjerës. Të ishte jasor gjinari, ku ti qoj unë, ku? Unë jem shtesh i barë, për unë me një pension që i marë. Në përplena keme? Na përplena punën gruja, me fëmijët, me përkanace, jetim, me honi ka fshat bukë. U të shti ku të marë që i kam rajsë punë, ku të shkëjo? Qa të bëj me 100.000 lekë pensionu? Unë dhja të rumë posë, e në 3 unaza për zemër kam bu. Prindërit kërkojnë që shteti apo bashkia Dibër të gjenjë një zgjidhje dhe të ndihmojnë me një tjetër banesë pasi në kushtet që janë e kanë të pamundur të jetojnë të gjithë së bashku. Ku ta daj ato, ku? Të shti ku? Qa të bëj? Jënë 3 kunarë të, jemi mjetë grumë të, ku të shkët? Po, nusje më vogël flek tuk e kam tonë, se mbalkon në lakshtin e madhe, si që pe vetë, o myk krek, janë myk në shtresët, nga lakshtina, kushte nuk kemi. 3 kurorët e familjes Aslani në qytetin e Peshkopis jetojnë në pallatin e strehimit social të ndërtuar nga bashkia Dibër.